Pavarësisht golit, jam I lumtur për 3 pikëshin edhe për gjithë situatën që kena kalu, sepse them drejtën në fazën e dytë kemi pas një vështirësi dëmtimesh që jo gjithkush na ka kuptuar dhe jam shumë I lumtur që jemi rikthyer te fitore edhe mendoj që na shërben për të pas një vazhdimsi më të mirë edhe për këtë vit. Po normalisht kundërshtar direkt, kundërshtar vështirë, edhe ato kanë zhvilluar një ndeshje të mirë. Dhe më shumë, siç thash, jam I lumtur vetëm për 3 pikët, pastaj analizën e merituar apo jo nuk duhet të shumë kësaj pjese. Unë mendoj që ne objektivin e kemi shpallur, duke marrë parasysh edhe emrin e ekipit vllaznis, një emër shumë I madh pavarësisht se ka shumë vite që titulli I mungon, unë nuk duhet të jem edhe shumë euforik, por është vllaznia që dhe njerëzit përreth që ta sjellin euforinë. Nuk është thënë që ne jemi euforik kur fitojmë apo ne mundohemi të marrim ndeshjet një pas një. Dhe për këtë arsye mendoj që 7 pikë kemi marrë Ignatis, por kemi lënë pikë me të vogla, kështu që duhet rregullojmë shumë gjëra për dalë kampion dhe ç'është më e rëndësishme sot ishin 3 pikët dhe vazhdimësia, sepse në fund vitit shifet edhe klasifikimi. Normalisht unë që kur kam ardhur kam thënë edhe më parë raportin me profesorin, me Martinin, kam një raport shumë të mirë, mundohem të jap gjithmonë, jo vetëm për vllaznin, por për çdo ekip që kam përfaqësuar mundohem të jap gjithmonë më të mirën. Normalisht këtu kam ndier paqe me veten, me ekipin dhe mundohem gjithmonë të shpreh më të mirën. Po normalisht jam I lumtur bashkë me familjen, kështu që kjo është gjëja kryesore për mua, të kem paqen me familjen, me veten dhe gjithmonë do jap më të mirën, edhe për ekipin, duke marrë parasysh edhe për objektivat e vllaznisë. Po normalisht tu e dashurojm futbollin, unë e përjetoj edhe gjatë rrugëve. Kështu që unë I di edhe tifozët mërziten, shohin ekipin që është kualitativ, duan gjithmonë fitore, por them drejtën kampionati shqiptar është I vështirë edhe ato kanë drejtë edhe kur kritikojnë edhe kështu, por mendoj që edhe duhet na arrin shumë herë më afër. Unë çdo gol që shënoj për vajzën time, për nusën time, kështu që ajo është gjëja më e shtrenjtë e jetës time. Them drejtën nesër të bëj një grafi tek brinjët edhe shpresoj mos të jetë shqetësuese, duke marrë parasysh që kam pas edhe I dëmtim shumë të vështirë dhe shpresoj të jetë kalimtar dhe unë mos vuaj te kjo pjesë sepse mendoj që jam në gjendje të mirë dhe duhet ta ndihmoj ekipin çdo ndeshje. Po, është ekip shumë I vështirë, na kanë marrë një 3 pikësh, kemi marrë një 3 pikësh, do ta shohim si ndeshje radhë. Është një transfer e vështirë, me thënë drejtën. Kanë të njëjtin, jo të njëjtin, por mund të them pak a shumë të njëjtin stil loje me Ignatin, kërkojnë të luajnë topin, por ne duhet shkojmë të mobilizuar dhe gjithmonë të kërkojmë të marrim maksimumin.